صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلاقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Allah në madhruar e falenderojmë, prej tij ndihmë falë dhe zëm kërkojmë, dëshmojmë se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i tij. Nderuar vëllezër, jemi në ligjëratën e 15 me radhë, e cila ka të bëjë me komentimin e surës Kehf, ku kemi arritur te sprova e dytë, të cilën Allahu e përmend në këtë sure, e që është sprova e pasurisë. Në ligjëratën e kaluar kemi përmendur ajetet në të cilat Allahu i Madhreshëm e përshkruan gjendjen e pabesimtarit, se si është sillur me Allahun në raport me pasurinë e tij që Allahu e ka begatuar me ta. Pra si ka qenë dialogu, nga se ne e dim kjo ngjarje, sprova e pasurisë përshkruhet nëpërmjet një shembulli që Allahu e merr me shembullin e besimtarit dhe të pabesimtarit. Besimtarin e kishte sprovuar Allahu me varfëri, ndërsa pabesimtarin me pasuri. Kështu që Allahu në këtë ajete e përshkruan dialogun që e banin këto dy me njëri tjetrin. Në ligjëratën e kaluar kemi përmendur fjalë që i ka thënë pabesimtari. E tash Allahu në ajetin e 37 e përmend fjalë të cilat i tha besimtari shokut të tij pabesimtar, i cili është bërë mendje madh dhe mohus ndaj të mirave të Allahut subhanahu wa taala me të cilat e kishte begatuar. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru. Pra Allah po thot i tha shoku i tij, i cili ishte duke dialoguar me ta. E keferte billadhi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawaka rajula. A e mohove atë i cili të ka kriju prej dheu, pastaj të ka kriju prej një pike ujë dhe të ka bën njëri të plot me tana të mirat. Pasi që ky pabesimtari kur hyri në kopshtin e tij dhe i bani padrejtësi vetes së tij duke u bën mendje madh dhe arrogant ndaj Allahut, duke thënë këta që e kum arrit nuk besoj që kam marrë fundin ndonjëherë. Dhe tha nuk besoj që kemi më ringjall dhe kam e pas botë tjetër. Po edhe nëse ka, Allahu ka më dhënë më mirë se sa në këtë dunja, nga se nuk mi ka dhënë këtë të mira përveç se më dë, përveç se e meritoj. Kështu që masi më ka dhënë këtë botë mira, kam më dhënë botën tjetër edhe më të mira se sa, edhe më shumë të mira se sa në këtë botë. Ndërsa shoku i tij, tash kur e pa arrogancën, mendjemadhsinë e shokut të tij pabesimtar, po e fillon me ja tregu në mënyrë logjike, me argumente logjike, se ty nuk takon mu bë mendje madh ndaj Allahut. Dhe këtë po e përdor përmes duke ja përmend shembullin se si është krijuar, si ka ardhur në ekzistencë këtë botë. Po ja përmend 3 etapa. Etapën e parë të prindit të tij, pra Ademit alayhis salam, që krejt jemi pasardhës të tij, i cili është krijuar nga dheu. Duke thënë, apo bëhesh mendje madh, mohuz ndaj Allahut, kur esenca jote është nga dheu. Pra, Ademi alayhis salam është krijuar nga dheu. Qysh pra po bëhesh mendje madh ndaj Allahut kur ti je krijuar nga dheu? Pastaj po i thot, etapa e dytë, min nutfe, Allahu ka kriju prej një pike ujë. Pra pas Ademit alayhis salam, njerëzia zhvillohet
përmes një pike ujë që formohet në barkun e nanës, pra përmes një pike që njerëzit irritohen vetëm e pa, prej kësaj pike Allahu po të krijon dhe po e përmend fazën e tretë, po të bën njeri me tona të mirat. Pra prej një pike ujit neveritshme që me bë më të rënë në rrobë, do të me desh atë rrobë dhe me pastru, nga se është e ndyt, prej kësaj pike të ndyt Allahu po të krijon, po të bën njeri me sy, me vesh, me tona të mirat, edhe ti po ki fytyr me mohu Allahun dhe me thonë që këto veti ku më arrit. Dhe nuk besoj që ka mundësi me na ringjall Allahu. Andaj ky shoku i tij besimtar, që ishte i varfër në aspektin e jashtëm mirë, po i pasur në brendësi dhe në zemër, po i thot qysh po ki fytyr me mohu Allahun kur ti nuk je askushi. Qysh po ki fytyr me bë mendjelma ndaj Allahut kur krijimtaria jote, ti je kriju prej një pike ujit neveritshme, që është e ndyt, në esencë është e ndyt. Pra ty nuk takon më bë mendjelma. Andaj ky burri besimtar po ja përmend krijimtarin që Allahu e ka sjell prej kur gjallë hiç e ka bën njerit plot, për m'ia përmend për me çutë dy pika kryesore. E para për me tregu se çashtu që ka kriju Allahu prej një pike ujë, ka mundësi me të ringjall. Mos thuaj se nuk ka botë tjetër. Edhe e dyta për me vendos gishtin kokë se Allahu ka privilegju prej këtë krijesave, duke bërë gatshëm me kuptu obligimin që Allahu ta ka bën këtë botë. Pra i vetmi është njeriu që Allahu e ka ngërku në këtë botë me përgjithësi, edhe xhenat. Pra mirë pa nga ato që e shohim, i vetmi është njeriu që është ngarku me përgjithësi dhe detyrime nga Allahu. Pse se e ka privilegjuar Allahu me men. E ty që të ka privilegjuar Zoti me men, qysh po ta merr menja me thon këtë fjalë të cilat ndoshta as kafshët nuk mund ta thojnë. Andaj pastaj në jetën tjetër vijus po thot lakinnahu Allahu rabbi wala ushriku bi rabbi ahada. Ty marrët koft për fjalë që i thave. Mirë po thot tash besimtari sa më përket mu, unë kur nuk tham fjalë të cilat bien ndesh me tauhidin dhe njëshmërinë e Allahut. Allahu është e vërtetë që më ka sprovuar me varfëri. Mirë po unë Allahun e besoj dhe varfëria ime nuk ndikon fare që unë me adhuru tjetër kanë, më bë mendje madh dhe mi thon fjalë të cilat i thave. Pra unë nuk i baj shok Zotit tem askan. Pastaj po i thot në jetën vijus Allahu po e tregon se si shoku i tij besimtar e mësoi se çysh do të më reagu kur ti pash të mirat që Zoti ka begatuar me to. Dhe po thot walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sha Allahu la quwwata illa billah. Pse nuk the kur hyre në kopshtin tan dhe pave gjithë atë pasuri që Allahu ka begatuar me ta? Pse stave ma sha Allahu la quwwata illa billah? Do thot pse stave Allahu ka dasht dhe ma ka dhënë. Dhe këta e kom arrit me ndihmën e Zotit dhe jo me forcën time. Pra njeriu nderun vllazën, dietar thon, kur sheh begatit e tija me të cilat Allahu e ka privilegju dhe ka begatu, është mirë me thonë masha Allahu la quwwata illa billah. Allahu ka dash dhe ma ka dhënë. Dhe këta e kom arrit me ndihmën e Zotit dhe jo me forcën time dhe me mundin tem. Pra ti mundesh më bë sebeb. Mirë po pa dashur Allah, pa të ndihmu Allah kur gjë nuk mundesh me pas. Ndërsa dietar thon, kur njeriu shën një begati që është tek tjetri, pra shën ndonjë mirësi te tjetri dhe ma xhepses dhe kënaqesh, atëherë është mirë mu lut për atë për bereqet. Dhe me thanë, masha Allahu te barekallah, Allahumma barik e kështu, lutje të ndryshme të cilat aludojnë në shtimin e bereqetit tek tjetri. Nga se pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka treguar se në qoftë se njeriu shet diçka tek tjetri, qoftë fëmia i vet, qoftë shoku i vet, diçka që e kënaq, është mirë me thonë mu lut për ta për bereqet, nga se në qoftë se thot masha Allah te barekallah, Allahumma barik, kjo është pengesë për me rrok mësyshi atë që është duke e pa. Pra atë begati që është duke e shiku dhe është duke u kënaq. Në qoftë se njeriu nuk thot masha Allah te barekallah dhe nuk lutet për shokun e tij, për fëmijën e vet, për atë që është duke pa dhe është duke e kënaq me bereqet, ekziston mundësia që mu godit nga mësyshi, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë mësyshi është hak, pra goditet njeriu me të dhe ndoshta rreziku pastaj dëmi është shumë i madh. Pra për në fjalë goje mundesh me dëmtu shokun, familjarin apo të afërmin tan, do me thonë me të këqija. Andaj është mirë që njeriu kur ta sheh një begati te vetja e tij, që Allah e ka begatuar, me thonë masha Allah la quwwata illa billah, kur ta sheh një mirësi tek tjetri, me thonë masha Allah te barekallah, Allahumma barik e kështu me radhë. Pastaj po vazhdon ky shoku i tij dhe po i thot: in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Ti apo thu që un jam më i mirë se ti, kam më shumë pasuri dhe kam më shumë evlat se ti.
Ti po thu çdo fjalë. Fa asa rabbi an yu'tini khayran min jannatik. Ndoshta Allahu shpresoj që Allahu i madhreshëm ka më dhënë diçka më të mirë se sa kjo që ta ka dhënë ty në këtë botë. Pra ti apo krenohesh, po lavdërohesh me kopshtet që Allahu t'i ka dhënë. Allahu ka më dhënë mua diçka më të mirë se sa pasuria jote. Wa yursil 'alayha husbana min as-sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa. Lo Zotin, ndoshta Zotin dhe lo Zotin që më dërgu ndonjë fatkeqësi, ndonjë ndëshkim, ndonjë dënim prej qiellit dhe me ta bë këtë pasuri, këtë kopsht me të cilën po krenohesh rrafsh me tokë. Me ta bën rrafsh me tokë. Pra ky shoku i tij besimtar u lut kundra shokut vet për dy arsye. E para nga se shoku i tij pa besimtar i bani zullum duke nënçmuar dhe duke nënvlerësuar. Duke i thonë, unë jam më i mirë se ti, unë kam më shumë se ti, unë kam evlat më shumë se ti, unë kam shok për krahas më shumë se ti. I bani padrejtësi. Atëherë tha, elos Allahun që me ta çunin ndëshkim prej qiellit, nuk tha prej toke. Se mi thon prej toke ja kish marrë menja që ndoshta kish me pengu dhe kish me ndal, por mos më godit pasuria e tij. Mirë, po i tha prej qiellit, nga se ku të vjen dënimi prej qiellit, vetëm mundesh me shikuar se çka po ndodh. Vetëm mundesh me pa rezultatin se çka do ndodh në fund. Nuk mundesh me ndorhin fare. Arsyeja e dytë thonë dietar e ka lut kundër shokut të tij Allahun, jo për shkak më hakmir se i bani zullum, mirë për shkak se ju ka dhimbë shoku i tij. Pra pasuria u bë sebeb që ky me mohu Zotin, që ky më bë mendjema dhe arrogant. Andaj e los Allahun që me ta morr çet pasuri, me ta çon ndonjë ndëshkim që e godet pasurinë tonë, mirë që me vendos pastaj gishtin kokë edhe më bën njeri i mirë, me ecë për toke, më bën modest dhe më largu nga mendjemasia. E shpesh herë në vllazën e kemi pa që njeriu kur është mirë e harron Allahun. Mirë po ndodh fatkeqësia e këndell. Andaj ky shoku i tij, pra shkaku i dytë që thonë dietarët është e ka lut Allah nga se ju ka dhimbë shoku i vet duke shkuar drejt humbjes, që mos po bën sebeb humbja e pasurisë që me ju kthy Allahu të madhreshëm. Mirë po nderuar vllazën, padyshim që njeriu i cili e njeh Allahun kur është mirë, është më i mirë se sa njeriu që i bën men Allah kur është keq. Pejgamberi alayhis salatu wasallam ka thënë: "Ta'arraf ila Allahi fi ar-raha ya'rifka fi shidda." Njeh Allahun, mos bje Allahun men kur je mirë, dije se Allahu ka më të njohë dhe ka më ndihmu kur je keq dhe në zor. Pra mos ja lejo vetës që më të kujtu Allahu dhe ndihma e tij vetëm kur je në vështirësi. Mirë po përmende Allahun, falënderoje Allahun, njihe Allahun kur je edhe në rahati në mënyrë që të vjen ndihma e Allahut kur je në vështirësi. Pastaj po thot: "Au yusbiha ma'uha ghawran falan tastati'a lahu talaba." Pa shoku i tij tha: "Ka më çu Allahu një dënim prej qiellit për me ta shkatru, ose ka me ta shterë që të lum që e ki në kopshtet e tua me të cilat po krenohesh dhe po ujit baçën tone, ka me ta shterë që më t'i dhon Zoti ymër 1000 vjet, s'ke me pas mundësi, pra sado që të gërmësh s'ke me pas mundësi me nxjerr ujë. Pra ose prej qiellit ose prej tokë Allah i madhreshëm ka më çu dënim në mënyrë që me ta shkatru atë pasuri që ta ka dhënë dhe po bash me ndjema dhe po krenohesh kishe ku arrit vet dhe kjo nuk ka më zhduk dhe nuk ka më ardh fundi asnjëherë." Pastaj Allahu tash pasi që e përshkruajti dialogun që e banën këto dy pabesimtarë dhe me besimtarin, pra dy shok, tash po e tregon gjendjen se çka ndodhi me pasurinë e këtij pabesimtari. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha. Çto kopshte, çto dy bashkë shumë të mira, që çka i shkonte në mend njeriu të kishte brendësi të saj, Allahu thot ja shkatroj, ja boni rrafsh me tokë. Fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha. Ndërsa ky pabesimtari kur e pa se çka po i ndodh me pasurinë e tij, që u krenoi deri para pak kohe, pra prej dëshpërimit të madh, prej pishmanllëkut të madh, Allahu e përshkruan në mënyrë metaforike, thot nuk ishte ç'bante tjetër veç se i rrotllonte dhe i godiste duart e tij njëra me tjetrën, nga dëshpërimi i madh që e kishte godit, duke pa t'ju shkatru pasuria e tij para syve dhe duke mos pasë çka të bajë dhe ç'si ta parandaloj atë shkatrim. Wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laytani lam ushrik bi rabbi ahada. Pra çet pasuri që e gëzonte, që e kishte shpenzu krejt jetën e tij me pas,
Allahu për një moment ja shkatroi dhe ja boni rrash me tokë. Çka tha kë? Ja lejteni lem ushrik bi rabbi ahadan. Sikur mos t'i kisha bë Allahut shok në adhurim. Pse i thash atë fjalë pak më herët? Sikur mos t'i kisha thonë, na shtam kish pështu pasuria. Mirë po tash është vën. Tash është vën. Pra është momenti kur mund është mira pishman. Edhe pastaj me rujt që ata që Allah të ka begatu. Për këtë arsye ndërën vllazë, ne e dim, kur njeriu e din, e falenderon Allahun, la in shakartum la azidannakum. Kur e falenderon Allahun, e di me zemër, e shqipton me gojë, se të mirën që e kam, Allahu ma ka dhënë, Allahu i harun atë pasuri. Allahu i e bereqet në atë pasuri. Mirë për momentin kur njeriu bëhet me ndje madh, arrogant, Allahu përmes asaj pasurie ka me kallë në këtë botë, para se me kallë në botën tjetër. Pra ka me bën që të mos e shijoj, të mos lumturohet, ai lumturie të jetë e shkurtë dhe jo afatgjate. Pastaj Allahu po thot: "Wa lam takun lahu fi'atu yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira." Ai tha shokut vet kur dialogonte me ta, që ky pabesimtari, që Allah ja shkatroi pasurinë. Çka i thonte? Un kam njerëz të cilët posa ti thirrë vinu më ndihmojnë. Allahu po thot: "Ku janë çto njerëz që ti u krenoheshe se ata më gjindën dhe më ndihmojnë? Ku janë ato? Pse se ndalën dëshkimin e Allahut? Pse s'tarojtën kopshtin tanë? Wa ma kana muntasira." Pra as vetë mund të me bë kur gjë, por as pat njerëz që cilët do t'i gjindeshin dhe do ta parandaleshin dënimin e Allahut. Pra s'pat kërkan. Pastaj Allah po thot: "Hunalika alwalayatu lillahi alhaq huwa khairun thawaban wa khairun uqba." Në tilla sprova, kur vjen sprova prej Allahut, i vetmi që mund të më nxjerr nga kjo sprovë është Allahu. Allahu është përblyesi më i madh, Allahu jep fund të mirë. Derun vllazën, njerëzit shpesh herë mashtrohen prej shpërblimeve të njerëzve të kësaj bote. Pra në këtë botë janë gjendje me shit fen, me shit Allahun, me shit xhenetin me pak para. E Allahu po thot, Allahu është përblyesi më i mirë. Ban tregti me Allahun kur nuk i me humb. Ban tregti me Allahun, ka më shpërbly dhe ka më dhënë përfundim të mirë. A në qofë se kapës dhe ban tregti me njerëzve duke harru Allahun, dije se që ke lumturi dhe knatësi është e shkurt, fundin do ta kesh keq, edhe në këtë botë para se me shku botën tjetër. Andaj Allahu në këtë ajet nderuar vllazën po e tregon gjendjen e pabesimtarit, të cilën Allahu e kishte sprovuar me pasuri dhe kjo pasuri u bë shkak që mos shkatron këtë botë para se mos shkatron botën tjetër. Dhe po na jep një mësim të madh se njeriu që kapet me të përkohshëm duke harruar Allahun, do të thotë momentin që ti kalon ajo begatinë të cilën ndodhet, ka me ndryshuar gjendja e tij 100%. Pra kjo a ken lumturi pa besimtari, a ken knatësi. Po sa ju largu begatia, filloj me mallku veten e vet. Filloj me mallku veten e vet nga dëshpërimi i madh. Besimtarin Allahu e kishte sprovuar me varfëri. Mirë po gjendja e tij nuk ndryshoi fare, ai është i njëjti, nga se nuk e mat lidhjen me Zotin në bazë gjendjes në të cilën ndodhen këtë botë, siç ka thonë janë prej selefëve në të kaluar, kur njerëzit erdhën dhe ju ankuan se çmimet e harxhit janë shtrejtuar, çmimi i orizit, i mistrit, i pasurit janë shtrejtuar. Çka më bën? Tha vallahi në qoftë se një kokër orizi bëhet 1 dinar, prapë nuk ka me adhuru Allahun njëjtë. Pra, ndryshimi i gjendjes që ndodh në tokë nuk ndikon që unë me pas ndryshim gjendje në raport me Allahun e Madhreshëm. Andaj, dërun vllazën, këto Allahu na jep një mësim të madh. Njeriu që kapet me Allahun, njeriu i cili e din realitetin e kësaj dunjaje, pavarësisht sprovave dhe sfidave në këtë botë, ai është i njëjti me Allahun. I njëjti me Allahun, ndërsa në qoftë se njeriu kapet me të përkohshmën e kësaj bote, në momentin që Allahu e sprovon dhe e prek në atë pikë, ai padyshim që ka mu dëshpëru dhe ka me mallku veten e vet dhe ka me pas fund të keq. Andaj lutem Allahun e Madhreshëm të na falë, na mëshiron. Lutem Allahun e Madhreshëm që të sëmurët tonë Allahu të shëroj, të vdekurit tonë Allahu të mëshiroj. Walhamdulillahi rabbil alamin.